Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Active by Flex, podcasti I cili I dedikohet mirëqenies, sigurisht metodave ushqimore, metodave stërvitore dhe metodave ndryshme dhe mekanizmave ndryshëm për të zgjatur jetën. Sot jemi në një podcast, sot jemi më saktë në një episod I cili I dedikohet nutricionit. Kryefjalës kam përshtypjen për sa I përket ndërhyrjes në mënyrën se si ne mund të ndjehemi dhe në mënyrën se si ne mund të jetojmë. Sigurisht ka përqasje nga më të ndryshme për sa I përket dietave dhe koncepteve mbi to. Disa thon vegan, disa thon mishngrënës, disa thon të gjitha nga pak, disa thon mezetare, disa thon dash. Sigurisht secili ka argumentat e tij, ne kemi qendrimin ton këtu në emision, por nuk do të zbuloj më shumë, do të shkoj direkt tek kolegu brenda këtij emisioni, sepse nuk është një koleg, sepse Altini është një mjek, unë nuk jam një mjek. Altin, përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve. Kënaqësi që jemi sërish këtu. Aq më tepër që diskutojmë për një temë e cila është jashtëzakonisht komplekse, marr parasysh një volum të madh informacioni që vjen nga burime të ndryshme. Sidomos në Shqipëri, Altin, shikojmë studime nga më të ndryshmet ku çdo del dhe thot mos hani ves, pastaj thot hani ves. Mishi është armiku, tjetri thot mos hani tërshërën për shkak. Tërshëra është armiku më I madh. Pra, edhe njerëzit e shkret do thoja, përfshirë këtu mua, ndonjëherë ngatrohem vërtet për ditur se cila është gjëja e dur për organizmin tim. Prandaj them ta nisim direkt me këtë diskutimin që ndahet në disa kategori shumë të mëdha, që është keto, paleo diet, dietat që janë qarkullim, ose më saktë metodat ushqimore që janë qarkullim për momentin. Por duhet patur parasysh një gjë, që adresimi I këtyre strategjive ushqimore e di pse ka lindur. Ka lindur pikërisht për faktin që ka një sëmundshmëri të madhe. Për faktin që ka shumë njerëz me peshë, sëmundjet metabolike, kardiovaskulare, neurodegenerative, autoimune janë rritur, dhe kjo ka bërë të lindi nevoja e adresimit të metodave ushqimore për të parë se çfarë po bëhet. E qartë. Dhe nëse flasim për disa terma që janë qarkullim prej kohësh, jo tani për shembull dieta ketogjenike, dieta duhet si një term I madh, po tek e fundit njeriu ka evoluar përmes kësaj diete. Dieta paleolitike apo dieta paleolitit është mënyra se si njerëzit janë ushqyer për miliona vite. Paleoliti është Paleolitic area është një periudhë e cila ka zgjatur nga 2.5 milion vite deri në 10.000 vite më parë. Për publikun, kur thua 2.5 milion deri në 10.000 vite më përpara, 10.000 vite më parë, po flasim pastaj për periudhën e agrikulturës, prezantohen drithrat në kur prezantohen drithrat, njeriu bëhet kultivues, fillon të kultivojë drithra dhe ti përdori ato kuptohet se kultivimi për këtë arsye bëhet. Dhe kjo në aspektin social-politik, kjo ka sjell një zhvillim, sepse njerëzit nga ajo detyra që kishin e përditshme për ta gjetur ushqimin, për ta gjuajtur dhe për mbledhur ushqim, duke patur një akses më të lehtë në ushqim, filluan të krijoheshin dhe profesionet, dikush të bëhej zejtar, dikush diçka tjetër, dhe me krijimin e profesioneve filluan të krijoheshin dhe qytetet dhe nacionet, dhe njerëzit nuk lëviznin nga një territor në tjetrin për të krijuar ushqim, por qëndronin të grumbulluar në një territor të caktuar. Dhe kjo ka sjellë lindjen e nacioneve. Por problemi është që në aspektin evolutiv nutricional nuk ka sjellë asgjë të mirë. E qartë, prezantimi I tepër është që njerëzit miliona vite ushqyer në një mënyrë të caktuar nuk mund të zhbëhen nga disa mijëra vite ushqyer në një formë tjetër. Domethënë gjenetika e ngulitur miliona vite nuk mund të zhbëhet për kaq pak vite. Po mirë, cila ka qenë baza ushqimore në periudhën paleo, pra për 2.5 milion vjet, nga 2.5 milion vjet deri në 2 milion, për 2.490.000 vjet njerëzit kanë ngrënë. Bëhet fjalë për njeriu në shpellave, domethënë që jetonin në përpyje, atëherë kuptohet që këta do jetonin me gjueti dhe në periudha kryesisht me gjueti, me mish, peshk, dhe në periudha kur gjuetia ishte pamundur për të realizuar, atëherë I drejtoheshin mbledhjes së ushqimeve të tipit të frutave të pyllit, të perimeve që rriten mbi tokë, disa rënjor, por edhe frutat e thata, fara. Kupton, po këto sasia e përdorimit të tyre ka qenë më e kufizuar. Domethënë, nëse referohemi
këtij lloji ushqimi i bie që në pjesën më të madhe njerëzit janë zhvilluar përmes ketogjenezës, domethënë kanë qenë në ketoz. Në ketoz. Dhe ketoza duhet kuptuar si një status nutricional ku përdoret yndyra për energji dhe jo glukoza. Jo sheqeri. Jo sheqeri. Pra ata njeriu është i përshtatur për këtë formë ushqyere, duhet të them. Po, është interesante fakt që shumica e kafshëve, shumica dërmuese e kafshëve janë në një ketoz të vazhdueshme. Me vetëm njeriu është kafsha sot që le themi nuk është në ketoz, nuk funksionon në ketoz. Kjo dhe për dy arsye, për shkak të mënyrës ushqyerjes, çfarë lloj ushqimesh përdor dhe për faktin që shpeshtësisë, po. Shpestisë ushqimit, për shembull, nevoja për të ngrënë 3 ditë është një nevojë e jetës ose më saktë nuk është nevojë fare, por është një shpikje e jetës moderne. Njeriu kur nuk ka jetuar me 3 vakte në ditë, në mënyrë permanente ushqyere dhe për më tepër ka patur dhe periudha fasting, periudha agjërimi, të cilat do i shpjegojmë se si mund të aplikohen, por që ideja është që ti përshtatemi sa më shumë mënyrës se si jemi ndërtuar gjenetikisht, duhet të adoptojmë një formë të tyre ushqyere me plus minuset e veta, por edhe kemi periudha abstinence ndaj ushqimit. Ti përshkrove deri diku paleo që me sa po kuptojësh dhe pika ku ti qëndron me si. Kur flasim paleo, edhe dieta ketogjenike apo karnivore, ketogjenike, animal-based diet që është karnivore, por që përmban disa fruta, domethënë ato ushqime të cilat konsiderohen si hipotoksike, disa fruta, mjalt, dhe cila mund mos jetë low carb, po ta marrësh kështu në vetvete, mund të jetë me karbohidrate të larta, mesatare më saktë, por që mund të bëj pjesë edhe ajo në grupin e këtyre dietave, që rrotullohen rreth dietës paleo, karnivore, ketogjenike. Okej, a bëjmë një profilizim të secilës? Po. Bëjmë një profilizim të shpejtë të secilës. Paleo, pra kanë në përmbajtje më shumë? Po, në përmbajtje ancient foods, mish, peshk, vezë, përjashtohet bulmeti, dajeri, gjitha problemet në produktet e tij, sepse parimi është ky që në atë kohë njerëzit nuk kishin mundësi që të kapnin kafshët, po dhe të merrnin qumshin. Kjo është ideja dhe rrjedhimisht qumshi është një ushqim i papranueshëm për këtë tipologji ushqyerje. Drithrat janë të përjashtuar, sigurisht, për faktin që drithat kanë filluar të kultivohen 10.000 vjet e larg. Buk makarona orizi? Po orizi? Kuptohet. Asnjë lloj drithi. Përjashtuar perimet, këto perimet që mund disponoheshin, çfarë mund gjesh në pyll, frutat, dhe kryesisht bëhet fjalë për frutat e pyllit, beri, domethënë dhe kjo suporton dhe atë teorinë që përgjithsisht qenia njerëzore është zhvilluar me një dietë me karbohidrate të ulta. Duke qenë se frutat e pyllit kanë një nivel të ulët sheqeri, këto perimet që mund të konsumoheshin atë kohë, një nivel të ulët sheqeri, edhe nasa dhe sicat po ashtu një nivel të ulët sheqeri, domethënë sado që arroret dhe farat, po sado që të merre prej tyre, nuk mund të arrijë një nivel të lartë të themi karbohidratesh. Plus që dhe marrja e tyre ka qenë kufizuar, sepse bazoheshin kryesisht te gjuetia dhe përdorimi i mishit, peshkut. Po ndërkohë keto ka prezantuar edhe bulmetin, pra prezanton edhe gjalpin, edhe djathin me yndyrë të lartë. Dhe duhet thënë që nuk e di çfarë ekziston dhe një fraksion i zbatimit të një miksture midis dietës paleolitike dhe ketogjenike, që quhet paleo keto diet, që është pak ka një karakteristika të dyja dietave. Mund ta bëjmë paleo keto, dritho. Pastaj shtojmë shumë, bëhet pak më shtojmë shumë. Nëse i qëndrojmë strikt kësaj teorie dhe kësaj metodologjie ushqimore, atëherë mbetemi këtu. Nëse kalojmë te dieta ketogjenike, është një dietë që përmban shumë yndyrna, pra e dim atë, 70% yndyrna, 25% protein dhe 5% karbohidrate. Domethënë karbohidratet duhet jenë në një nivel nga 20 deri në 50 gram, karbohidrate neto, sa thonë edhe bruto, duke përfshirë fibrat, shkon në një nivel shumë i ulët karbohidrate. Kështu që të ngelemi te karbohidratet neto, domethënë ato karbohidrate të cilat ndikojnë në glisemi, në rritjen e glisemisë, nga 20 deri në 50 gram karbohidrate. Okej. Dhe zbatimi i dietës ketogjenike
ka disa nivele. Kemi dietën ketogjenike standarde dhe dietën ketogjenike ciklike dhe target, që është shumë e përshtatshme për persona që merren me aktivitet fizik dhe fitness. Që do të thotë karbohidratet mund të përdoren rrotull aktivitetit fizik, ato karbohidrate që ke parashikuar ti përdorësh, dhe pjesën tjetër e ke të pastër, ose ne mund kemi një ngarkesë më të madhe me karbohidrate në 2 ditë në javë. Domethënë 5 ditë kemi një dietë ketogjenike standarde dhe 2 ditë kemi një ngarkesë me karbohidrate pak më të lartë. Dhe ajo që është e preferuara ime është dieta ketogjenike me proteina të larta. Për mendimin tim, kjo është shumë e përshtatshme për personat që duhet rrisin masë muskulare dhe të mbajnë masën dhjamore në fre. Po deri diku bëhet paleo kjo. Po. Po ta bësh keto me proteinë të lartë shkon paleo. Proteinat vërtet kanë një efekt, domethënë ka një diskutim nëse proteinat të nxjerrin nga ketoza apo jo. Për faktin se një pjesë e proteina përmes ciklit Krebsit transformohen në karbohidrate. Por një teori sot është që trupi kthen në karbohidrate aq proteina sa i duhen për energji. Nuk kthen më tepër. Në këtë kuptim ka një shfrytëzim shumë eficient të proteinave për karbohidrate në momentin që ty të duhen. Po në rast se kthen proteinën në karbohidrat, është një shiftim që a nuk djeg mos rrezikon të ndalojë si djeguri i ndyrë? Jo, sepse e bën në nevojën në momentin e duhur, kur ka nevojë imediate. Dhe pastaj vazhdon në procedurën e rregull djegjes ketoneve. Kuptohet kur flasim për ketone bëhet fjalë për një ketozë nutricionale, në dallim nga ketoacidoza patologjike që bëhet është një proces që zhvillohet në sëmundje të tjera që është e padëmshme për shëndetin. Po sa shfrytëzimi për të bërë pak kundërshtim këtu, për shembull, dikush do thoshte që ne kemi evoluar në 10 vitet e fundit, për shembull, edhe shumë shkolla mendimi të dietologjisë suportojnë dhe promovojnë jashtëzakonisht shumë dietën mesdhetare. Në dietën mesdhetare pastaj kemi prezantimin edhe të drithrave, kemi prezantimin edhe të bishtajoreve, të thjerëzave, fasuleve e tjera me radhë, dhe nuk është kaq ekstreme në raport me karbohidratin. Rrugët përdorimi ka disa sasi të madhe vaj ulliri, patjetër, ver të kuqe, nëse do ta përmendim edhe këtë. Mos harrojmë një gjë që ka dieta mesdhetare, ka diellin, ka detin, që resveratroli është një antioksidant i fuqishëm dhe konsiderohet si anti-aging supplement. Kupton që shumë nga këto shkencëtarët e lifespanit e përmendin si faktor. Për shembull David Sinclair ka suplementin e vet preferuar. E ka si suplement, po thotë që të marrësh sasinë që vërtet bën diferencë. Që duhet të pish një 10 litra verë, thotë që vërtet ka diferencë. Duhet të blesh suplementin e atij. Po, sigurisht. Pra dhe blini tani. Jo, gjithsesi kam përshtypjen që ajo pirja e verës më shumë mund të ketë të bëjë me aspektin social, me qefin, i qartë, po nuk është pa gjë, aspekti kjo, në fakti që vera e kuqe ka resveratrol. Sa është një studim tjetër në Francë, për shembull. Franca ka një konsumim të jashtëzakonshëm të bulmetit, të lloje të ndryshme të djathërave, edhe prosciutave. Dhe për shkak të kjo nuk do të thotë që duhet të pim verë sa më shumë, po për shkak të faktit që përdorimi i verës është tradicional në Francë, kuptohet, ka një nivel shumë të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare, A mendon se mund të përshtaten popullsitë caktuara me llojin e alkoolit ose llojin e të ngrënit tyre, për shembull në Shqipëri, një tek raki bë mirë? Unë mendoj që asnjë lloj niveli alkooli nuk është i përshtatshëm, Dhe kur i referohemi, s'është e vërtetë kjo që një tege rakit hap venat? Jo, ka efekte vazodilatorë, nuk diskutohet, po është efekti i alkoolit, Deri në një masë caktuar, alkooli ka efekt vazodilator. Pastaj mbasi e kalon këtë sasi që mund të korrespondojë një tege, të themi, efekti kthehet në të kundërt dhe shndrohet në vazokonstriktor. Domethënë atë efekt beneficial që ai e ka në një masë të saktuar është dozë dependent. Në lidhje me alkoolin, efekti në vazodilacion ose në ente gjakut është dozë dependent. Për dikoj që na shef dhe e ka qef, a mund t'i hapi venat me një tege dhe pastaj t'i çojë aty ku ishin me një tege? Jo, okay. Pra po thoshim tek dieta mesdhetare. Por që vazokonstriksioni të jetë më i fuqishëm se sa që ishte më parë, se sa e qartë, pra nuk shkon aty ku ishe, shkon më keq. Më poshtë. Shiko, ky grupim dietash, domethënë
për mua nuk janë grupe të ndryshme, po bëhet fjalë për të njëjtën metodologji ushqyerje, por që ne japim emërtime të ndryshme. Dieta paleo, ketogjenike, karnivore, domethënë janë, si të thuash, momente të ndryshme të implementimit të të njëjtës strategji ushqimore, por diku ka pak më tepër karbohidrate, diku pak më pak, por si strategji ushqimore është pak a shumë e njëjta. Kjo është shumë e rëndësishme që thua, sepse ka dhe një rëndësi tjetër që kur flasim për dietë ketogjenike dhe themi 70% yndyrna, ne teorikisht referohemi çdo lloj yndyre, por ama këtu flasim për një dietë ketogjenike dirty, nëse i referohemi çdo lloj yndyre. Kush është dirty? Dirty do të thotë që ti i përfshin dhe yndyrat e poliansaturuara, për shembull vajrat vegetar që kanë omega 6. Dhe ne çrregullojmë komplet raportin omega 3 me omega 6. Nga ana tjetër mund të përdoren ushqime të përpunuara të tipit sallam, prosciutto, ku ta diun gjërat kësaj natyre, efekti negativ i cilëve dihet, aditivët e shtuar, antioksidantët e tjerë. Domethënë, dieta ketogjenike mund të zbatohet në nivelin strikt dhe në nivelin dirty. Në nivelin strikt do të thotë që ti je i fokusuar te format e pastra të proteinave, të ushqimeve proteinike dhe shmangjen e yndyrnave vegetale. Me kjo mund të aplikohet të çdo lloj përqasje dietës, edhe vegan mund të hash patatine, mund të hash dhe perime organike. Kjo është thjesht për të sqaruar, që nuk është shumë i bërë se po, domethënë kemi mënyrën e ndërtimit në aspektin e makronutrientëve dhe cilësinë e makronutrientëve. Cilësia e makronutrientëve është shumë e rëndësishme. Absolutisht. Jo vetëm sasia, por cilësia, flasim edhe për cilësinë. Të gjithë shkencëtarët kudo që janë, për këtë arsye zbatimet paleo, një dietë ketogjenike e zbatuar në nivelin paleo është më healthy. Qartë. Po jo, të gjithë do binin dakord që një nga pikat që është më e rëndësishme është që ushqimet jenë whole unprocessed, pra të jenë ushqime të plota të paprocesuara. Kjo është ajo çka të gjithë bien dakord. Po, sigurisht. Ky është një parim. Pastaj janë diferencat në lidhje me kush përdor më shumë karbohidrate, kush më pak e të tjera. Pra që të bëj një përmbledhje ti thua. Po, përmendëm me dietën DASH, është akronim për Dietary Approach to Stop Hypertension. Është një dietë nevoja e cilës ka lindur për t'u adresuar epidemisë hipertensionit. Dhe është pak a shumë si një dietë mesetare, po ta marrësh në parametrat e saj, por unë gjithmonë jam në dyshim në lidhje me nivelin e karbohidrateve. Sepse parimisht karbohidratet e larta rritin glisemin, rritin insulinën. Insulina është hormoni anabolizant i cili ruan peshën, ruan inflamacionin. Kështu që çfarë do bëjmë në lidhje me këtë? E qartë. Po praktikisht i bie që dieta shqiptare është jo vetëm shqiptare, po kam përshtypjen dieta botërore në këtë moment është shumë e lartë me karbohidrate. Sigurisht. Dhe shiko, ka disa fakte interesante. Për shembull, nëse i referohemi, nëse ne flasim edhe nivelin e fitnessit. Dieta e viteve 60-70, të periudhës golden era që quhet, të bodybuilderave, të parë në kuptimin që kanë marrë pjesë në kompeticione dhe i kanë krijuar një masë trupore dhe një fizik të caktuar. Po ti referohesh atyre viteve, dieta ka qenë pothuajse ketogjenike, ose më saktë kjo dietë që unë thash më parë, ketogjenike me proteina të larta. Ja, ata janë një shembull i mirë jetëgjatësie. Një dietë. Nëse ata janë dopuar e kanë marrë gjëra të tjera. Jo, pavarësisht kësaj, lloji dietës që kanë përdorur ka qenë i tillë, dhe dopingu që kanë përdorur gjithsesi ka qenë në nivel shumë më të ulët sa dopingu i viteve më vonë. Dhe ke shumë kulturist, shumë atlet të atyre viteve që jetojnë edhe sot në një nivel të kënaqshëm fizik. Qartë, prit, që mos të ngadrohemi. Tani ti thua paleo, keto, mesdhetare, DASH, që ti je skeptik për sa i përket nivelit të karbohidrateve, po për sa i përket dietave vegetariane dhe vegane. Pra ka kultura, ka njerëz, sidomos kanë një tendencë për shkak të ruajtjes, mbrojtjes planetit, për një kauzë morale mbi të gjitha, që të shmanget konsumimi i mishit. A mendon se mund të jetojë njeriu në një dietë vegetariane ose vegane? Kjo është tjetër gjë. Unë kam shumë dyshime. Për këtë. Mendoj që nuk është dieta e përshtatshme për njeriu, për qenien humane, të themi. Kuptohet që mund të jetohet, por çfarë lloj cilësie jete ke? Ka ndryshim shumë të madh. Për shembull, për një atlet
Një person që ka aspirata fizike, mua më duket tepër e vështirë. Janë shumë faktorë, nëse ka atlet që janë të deklaruar si vegan, Novak Djokovic për shkak. Sigurisht, por nuk ka qenë gjithë jetën vegan, ëh. Ai mund të jetë bërë vegan në një moment saktuar të jetës së tij, edhe për arsye që ai di, por nuk mendoj që ai që në fillesat e tij ka qenë vegan. Domethënë ai ka ndërtuar një performancë me një stil tjetër, pa mund ta ruash i bie. Dhe pastaj shikon, po të flasim për këtë temë, do paraqisim të gjithë faktorët që tregojnë se përse një dietë e bazuar tek perimet, tek ushqimet bimore, të themi, tek drithrat, legumet, perimet, frutat e ëmbla të tjerë, nuk është e përshtatshme për shumë arsye. Ne kemi përmendur dhe në puntatat e kaluara që baza e jetës janë proteinat. Ne do flasim, kemi në mos gaboj për të folur edhe për vlerën biologjike të proteinave që mund ta sqarojmë që Sigurisht. Vlera biologjike e proteinave ka të bëjë me 3 faktorë, që janë digestioni, janë thithja e proteinave dhe tipi i aminoacideve që përmbajnë. Domethënë a përmbajnë ato të gjithë vargun e aminoacideve, aminoacidet esenciale që janë aminoacidet të cilat organizmi i njeriu nuk mund t'i prodhojë apo jo. Dhe nëse i referohemi vlerës biologjike të proteina shtazore janë të rankuara në majën domethënë duke filluar nga veza, e cila është maja e piramidës. Maja e piramidës me vlerën biologjike më të lartë. Dhe pastaj kemi mishin e viçit, kemi mishin e pulës, mishin e viçit, peshkun, që të gjitha këto renditen mbi 80%. Mbi 80%. Gjithë ushqimet bimore vijnë poshtë kësaj vlere, duke filluar me sojën që rankohet në nivelin më të lartë, por soja është, unë jam shumë jo në favor të produkteve të sojës, për shkak të fitoestregjeneve, turbulencave hormonale që shkaktojnë e tjerë. Sidomos tek meshkujt. Dhe mund të përmend disa faktorë të tjerë, kanë për shembull vitamina, nuk po them që nuk kanë vitamina, të cilat të trajtuara në një formë të saktuar arrin dhe një nivel përthithje të kënaqshme, por shumica e vitaminave të ushqimeve bimore janë në formën e pararenzëve, janë në formën e prekursorëve. Për shembull, marrim vitaminën A. Vitamina A në ushqimet bimore është në formën e beta-karotenit. Është një prekursor i vitaminës A, kurse në ushqimet shtazore është në formë e retinolit, është një formë e pastër që organizmi e thith ashtu siç është, nuk ka nevojë ta përpunojë dhe ta shndrojë nga një prekursor në vitaminë A. Interesant. Domethënë, kështu mund të jap dhe shembuj të tjerë, por unë mendoj që t'i lëm një hapësirë që sepse duhet të flasim në mënyrë shumë thellësishme për ushqimet shtazore dhe ushqimet bimore. Dhe t'japim prodh dhe kundra dhe kush është mikstimi pra qëndrimi më i mirë i këtyre dy ushqimeve. Që të nxjerrim një konkluzion. Jo të njëra në anë apo në anën tjetër, por çfarë miksi mund bëhet midis këtyre dy? Që të dalim në një konkluzion. Pra ti e më shumë. Fakti tjetër që njeriu në aspektin në traktin digestiv nuk i ka ato enzimat e duhura për të punuar shumë prej tyre, shumë prej fakti tjetër që drithrat e sodom janë gjenetikisht, dritrat e sodom janë gjenetikisht të ndryshëm nga dritrat e lashtë, përmbajnë, për shembull gruri përmban 21 deri 23 kromozome nga 7 kromozome që ka patur dikur. Domethënë, ADN-ja e dritrave ka ndryshuar. E çfarë problemi ka kjo? Po ka problem sepse nëse njeriu bie fjala 10.000 vite më parë për një periudhë saktuar, për një periudhë të gjatë kohe, është përshtatur për atë. Krijuar një farë përshtatje relative, do thojë për këtë periudhë shkurtër kohe. Me këtë lloj dritrash ti e ke ndryshuar faqen e tyre komplet. Ti ke sjell një nivel të ri drithash për cilat njeriu do t'i duan 10.000 vjet që të përshtatet, 20.000 vjet, 30.000 vjet, më kupton? Tani ne po flasim për ne që jetojmë në ditët tona, nuk flasim për pasardhësit tan. Po bëhet një fushat shumë e fortë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me tani në administratën Trump, me Kennedyn i cili po u theq dhe ka bërë, nuk e di nëse e ke ndjekur, më duket se para 2-3 ditësh doli në deklaratë dhe tha që deri në shtator, duke aktivizuar një grup të madh shkencëtarësh nga gjithë bota, janë me qindra shkencëtar, do të mundohemi të dalim në një konkluzion të kush është shkaktar autizmi. Dhe një nga pikat që u prek ishte, mendojmë se sa shotsat, thoshte ai, pra sa ato vaksinime, thoshte, po aq edhe modifikimi genetik i drithrave mund të jetë një nga arsyet më të forta. Megjithatë do dim, tha, që ta themi me siguri hipotezën, se patjetër ata nuk besoj se do dalin një konkluzion 100% absolut, po do jemi shumë të sigurt në shtator për ta vërtetuar. Ti je sigurt që do ketë ndërhyrje në lidhje me... Është sigurt që do kenë shumë ndërhyrje, kanë filluar që tani të kenë shumë ndërhyrje. Sidomos me
fluorit fluorizimin e pastave të dhëmbëve, me atë e kanë filluar masat që tani. Po. Tregonte një ulje të inteligjencës fëmijëve deri në 15-20% përdorimi i fluorit. Po dhe adresimi i jashtëzakonshëm. Adresimi i jashtëzakonshëm që i është bërë drithrave mbas viteve 90 sidomos me ndërtimin e piramidës ushqimore, ne kemi diskutuar edhe më parë. Domethënë është një nivel jashtëzakonshëm i porcioneve ditore me drithra. Porcione ditore me drithra dhe nëse shkenca, pavarësisht sugjerimeve politike, ka qenë për një numër shumë të kufizuar porcionesh, vendimarrja politike ka qenë për një numër të tillë porcione, pa marrë parasysh sugjerimet. Pra mirë që ulën cilësinë, po shtuan dhe sasinë. Dhe Enkel Key që ka qenë ideatori, domethënë ka qenë më tepër zbatuesi në nivelin praktik e politikave shtetërore amerikane në lidhje me adresimin e drithit. Në fund të jetës tij, konkluzioni i tij ka qenë që në një farë mënyrë ka qenë i gabuar në lidhje me ndërtimin e piramidës ushqimore, në atë lloj forme që është ndërtuar. E sigurt është që me këto masa që po merr Trump, ndryshime në mënyrën se si do ushqemi do ketë, do ngelemi pa bukë, domethënë, do fillojmë të ha më mirë. Gjithsesi, me sa po kuptoj, nëse do nxjerrim një konkluzion nga kjo pjesa e parë, po themi diskutimit të përqasjeve bazike të ngrënit, unë kuptoj qartë që ti je më shumë i orientuar tek dieta paleo, e cila ka yndyrë, sidomos yndyrat të cilat janë yndyrat e mira, yndyrë nga vaji ullirit, nga vaji avokados, yndyrat shtazore. A nuk është gjalpi një arsye që yndyrat të cilat mund të merren në mënyrë natyrale nga produktet, a nuk është dhjami ose gjalpi bllokues të enëve të gjakut mund të ishte një pyetje? Jo, kjo është, e kemi diskutuar edhe më parë që yndyrat e saturuara, kolesteroli nuk janë shkaktar për asgjë, bëhet fjalë për yndyrat dietike, të cilat shfrytëzohen si energji dhe nuk depozitohen. Janë karbohidratet e shtuara, ato të cilat depozitohen, nëse flasim për efektin biologjik të makronutrientëve, efekti kryesor i karbohidrateve është ky, pikërisht kjo që një pjesë e tyre përdoren për energji, pjesa tjetër depozitohet në formë glikogjeni në muskuj dhe në hepar, dhe pjesa tjetër pastaj depozitohet në formën e indit diamor. Rritet glisemia, rritet insulina dhe insulina udhëheq gjithë këtë proces. Okej, që të bëjmë një përmbledhje shumë të shpejtë për sa i përket këtyre dietave. Cilën do sugjeroje nëse do flitej për jetëgjatësi? Pra, një dietë që mund ta bëj kushdo, por ka për qëllim jetëgjatësinë. Kuptohet që nëse më pyet mua, unë do jam tek dietat me karbohidrate të ulta, por niveli i karbohidrateve këtu mund të variojë nga niveli karbohidrateve dietës ketogjenike, që thamë 20 deri në 50, deri në një nivel low carb, që është deri në 100 gram karbohidrate në ditë, që duke përfshirë këtu edhe fibra, këtu bëhet fjalë për karbohidrate neto, duke përfshirë edhe fibrat, mund shkoj diku te 150 gram karbohidrate, që 150 gram karbohidrate nuk janë as pak restriktive, siç mund të mendojnë disa. E çfarë janë 150 gram karbohidrate? Mund i përkthesh për shkak? 150 gram karbohidrate janë një sasi e mirë, goxha e mirë perimesh, duke u fokusuar te perimet me vlerë nutritive të lartë. Brokoli, lulelagër. Brokoli, lulelagër, këto gjinia e këtyre, domate, spinaq, leafy green, këto të gjitha gjethet jeshile, të ndryshme. Domate, spesa, kastraves, kungull, gjërat, këto për fjalë për këto, ngjyrat. Do flasim edhe për ngjyrat më vonë, por është një teori kontroverse kjo dhe në lidhje me ngjyrat tek perimet. Domethënë kjo në lidhje me a duhen përdorur në këtë lloj sasie apo jo. Sasia e caktuar e përdorimit të tyre, kush është ajo sasia më healthy që mund përdoren dhe ku te i kalohet ajo vlera e ushqimeve e mikronutrientëve që mund merren prej tyre në raport me antinutrientët. Pak naca, këto frutat e thata dhe fara, ku unë do fokusohesha kryesisht te kur flasim për frutat e thata, pavarësisht se ato kanë vitamina, minerale, kanë shumë element pozitiv, kur vjen puna te yndyrnat, ka një raport i cili është i ndryshëm, raporti mes omega-3 dhe omega-6 është i ndryshëm nga njëri nas te tjetri. Dhe nasi më healthy dhe më
që ka një raport më të drejtë midis omega-3 dhe omega-6 është makadamia. Është pak i shtrenjtë si produkt, por është më healthy, ndërsa nga farat janë farat shia, që kanë omega-3. Të gjithë të tjerët pastaj kanë një raport të invertuar. Bie fjala pinacat, kikirikët kanë një raport 1 me 5420. Dhe çdo thotë një raport 1 me 5420, domethënë një omega-3 420 omega-6. Omega-6, një raport tmerrsisht i invertuar. Dhe shumë prej tyre kanë një raport të tillë, një raport që mund të shkojë diku te 600-700. Arrët bajami si është për shemb. Po sigurisht edhe këto janë një raport të zhdrejtë. Por disa NASA, pavarësisht se kanë këtë raport të zhdrejtë midis omega-3 dhe omega-6, kanë një sasi të vogël yndyrnash poliansaturuara që nuk luajnë rol, pavarësisht se mund të jetë i zhdrejtë raporti, sasia e tyre është e vogël. Por pisën edhe poshtëri tani bajamet, arrët, lajthit e tjera me radhë. Po ka një raport të zhdrejtë midis omega-3 dhe omega-6. Si janë konsideruar gjithmonë si yndyra të mira? Është gabim si. Po kanë yndyrna, shiko, përveç tyre kanë yndyrna, përveç yndyrnave të poliansaturuara, kanë dhe yndyrna të monoansaturuara. Sepse shëdim yndyrnat klasifikohen disa grupe. Raporti këtyre është i keq, por varet se cila prej tyre ka një sasi më të madhe dhe cila ka një sasi më të vogël. Për shembull bajamet e kanë raportin e yndyrnave shumë të zhdrejtë, por ka një sasi të vogël në yndyrnash të poliansaturuara. Dhe gjithsesi përdorimi i tyre duhet jetë i moderuar. Ta thash i vetmi nac që mund të përdoret në një sasi pak më të egzageruar është makadamia, që ai bie që është e vështirë për të gjetur për të tjera, për arsye të tjera është shumë e shtrenjtë si produkt. Aq më tepër për ta gjetur cilësore, se ka apo jo cilësore. Tjetër është në qoftë se i referohemi pastaj këtij grupi, kemi edhe arën e kokosit, kokonat, e cila mund të përdoret edhe në nivel mielli të themi, për të organizuar ëmbëlsira të ndryshme ose bukë, për të hequr atë craving për ëmbëlsira, kur them ëmbëlsira të realizuara me ëmbëltues natyral, siç është monk fruit ose stevia, me cilën mund të realizojmë një ëmbëlsirë perfekte, e cila jo vetëm që nuk ka impakt negativ, por përkundër se ka impakt pozitiv. Por për këto do flasim më vonë dhe do sqarojmë disa metodologji se si mund të përdorim për të hequr këto dëshirat për ushqime të tilla. Me keqardhje ju them që sherbeti nuk është i përfshirë në këto ëmbëlsues. Gjithsesi, shkojmë pak tek një temë që është mjaft interesante. Pyetja është e thjeshtë, a janë kaloritë e barabarta? Shiko, kjo është një pyetje shumë inteligjente po ta marrësh, sepse të themi se si ndërtohet kalorazhi, kalorazhi ose nevojat kalorike që kemi neve gjatë ditës lidhen pikë pari me ndërtimin e metabolizmit bazal, që varet nga mosha, seksi, gjatësia, pesha, dhe metabolizmi bazal duhet kuptojmë që është sasia e energjisë që organizmi shpenzon për të ruajtur funksionet, për të mbajtur funksionet e tij vitale në pa kryer asnjë lloj aktiviteti fizik, për të kryer proceset e tretjes, të frymëmarrjes, proceset e qarkullimit të gjakut, proceset të tjera jetike që organizmi duhet kryej. Mbi bazën e kësaj pastaj llogaritet edhe niveli i aktivitetit fizik, që është ajo TDEE-ja, Total Daily Energy Expenditure, është sasia totale e energjisë që duhet gjatë ditës, dhe kjo ndërtohet në bazën e aktivitetit fizik. Çfarë niveli kemi? Kemi nivel të ulët, shumë të ulët, mesatar apo të lartë. Dhe shumëzohet me një koeficient 1.2, 1.3, 1.5, 1.7 në varësi të këtyre. Dhe ndërtohet kalorazhi ditor. Kalorazhi ditor, nëse ne duam shtojmë peshë, duhet të shtojmë kalorazhin, thuhet nga 300 deri në 500 kalori. Nëse duam të bëjmë peshë, duhet bëjmë një drop të kalorazhit nga 300 deri në 500 kalori. Por është tamam kështu? A është tamam kështu? Nuk është tamam kështu. Si është? Nuk është se thjesht deficiti kalorive, për shembull, nëse i referohemi rënjes peshë, duam të bëjmë peshë. Nuk është rënja e peshë, nuk na siguron thjesht deficiti kalorive. Por edhe disa faktorë të tjerë, kjo lidhet me disa faktorë të tjerë. Për shembull, me statusin hormonal që ne kemi, në çfarë niveli të leptinës, të grelinës, janë hormonet e ngopjes të urisë, të insulinës kemi në organizëm. Niveli i lartë i insulinës dhe rezistencën e insulinës e bën shumë të vështirë rënien në peshë. Ruan inflamacionin dhe rënien në peshë është shumë e vështirë.
ndikon mikrobioma. Mikrobioma është shumë e rëndësishme, një mikrobiom healthy shton sasinë e kalorive që më saktë pakson sasinë e kalorive që organizmi thith. Nga ana tjetër, mikrobioma ndikon shumë në rritjen e rezistencës, në rritjen e sensitivitetit ndaj insulinës, në reduktimin e inflamacionit dhe në këtë mënyrë në ruajtjen e peshës dhe bërjen të mundur që ti të sigurosh një rënje permanente në peshë në nivelet që ti dëshiron. Dhe niveli makronutrientëve, do të thonë një dietë do jetë kompozuar kryesisht me karbohidrate apo me yndyrna. Apo më shumë proteina. Që ta bëjmë thjesht. Hapes 3000 kalori me bazë. Po, 3000 kalori. Proteini yndyrë dhe 3000 kalori me bazë karbohidratesh, ka diferencë? Po ka shumë diferencë kjo, sepse në radhë të parë proteinat kanë nivel energjetik më të lartë. Domethënë ato kanë nevojë për një sasi më të madhe energjie për tu metabolizuar, sepse proteinat që dim 30% e saj 30%. Po 30% e energjive që sigurohen për ty duhet shfrytëzohen pikërisht për të realizuar proceset e digjestionit të thithjes në tretjes. Për të bëjmë thjesht, nëse ha një kalori protein, 0.7 ngelen ty 30% e harxhon për ta procesuar atë. Për ta procesuar, sepse nuk ndodhe njëjta gjë me proteinat ndodh kështu që shpërthehen aminoacidet të veçanta dhe pastaj ato rigrupohen nga organizmi përsëri duke formuar proteinat e organizmit. Proteina është makronutrienti bazë. Makronutrienti me bazën e cilin ndërtohen gjitha indet në organizëm, muskujt, lëkura, kockat, hormonet, sistemi imunitar, çdo gjë në organizëm ndërtohet, është building blocks për ndërtimin qelizor të organizmit. Yndyrnat janë gjithë ato materie ndërtuese për ndërtimin e membranës qelizore dhe këtu hyn ai raporti omega 3 omega 6 që tham, që nëse ky raport është i drejtë, atëherë nuk kemi inflamacion, por nëse ky raport është i zhdrejt, invertuar në mënyrë të jashtëzakonshme, siç tham, atëherë ndërtohet një membranë qelizore inflamatore, dhe membrana qelizore shumë e rëndësishme se siguron korelacionin qeliza ka me ambientin e jashtëm, futjen e nutrientëve, të elementëve, të mikronutrientëve, transportimin e mikronutrientëve. Dhe nga ana tjetër kemi edhe karbohidratet, të cilat roli i tyre është thjesht sigurimi i energjisë, siç e thamë, dhe në nivel të lartë karbohidratet japin rritje të glicemisë, rritje është e padiskutuar kjo, rritje të insulinës dhe depozitimin e një pjesë të madhe të tyre në formën e indit dhjamor. Dhe ajo që shumë ekspert sugjerojnë, sepse tani është rritur edhe numri ekspertëve që merren me jetëgjatësinë, për shkak të sëmundshmërisë së madhe dhe epidemisë së smundjeve që është krijuar, ka lindur edhe nevoja e ekspertëve që merren, të cilët kanë hedhur sytë nga e kaluara për të parë këto metodat që ne përmendëm, se si njerëzit janë ushqyer në të kaluarën, çfarë zakonesh kanë patur edhe në kuptimin e aktivitetit fizik, të sjelljes, të socializimit e tjerë. Dhe të gjithë bien dakord në një pikë. Para një herë që restriksioni i kalorive është shumë i rëndësishëm, dhe e dyta që çdo njeri duhet të monitorojë se sa ka nivelin e glicemisë. Kjo është mërësisht e rëndësishme. Ata në jashtë përdoren këto glukometrat continuous, të vazhdueshëm, që vendoset një pajisje e vogël dhe ajo nëpërmjet telefonit monitoron sa është glicemia gjatë ditës, po ku qëndron rëndësia e kësaj? Kjo nuk ka rëndësi se ti mund ta bësh edhe nëpërmjet matjes me këto metodat e thjeshta, me glukometër thjesht, por ti duhet dish se çfarë impakti ka një ushqim te glicemia, për ditur se çfarë sensitiviteti ke ndaj insulinës. Dhe në këtë mënyrë ne vendosim nëse ti do marrësh një sasi pak më të madhe karbohidratesh ose do kesh një nivel të restriktuar karbohidratesh. Përcaktojmë tolerancën. Po tolerancë, por është e sigurt që restriktimi i karbohidrateve funksionon në të gjitha rastet. Qartë. Është më se e kuptueshme. Pra ti thua që nëse do jem në një lloj më fal, edhe masa muskulare ka ndikim shumë madh. Domethënë dy individ të ndryshëm, me masa muskulare të ndryshme, me të njëjtin kalorazh, dikush ta kenë metabolizmin ndryshe nga tjetri. Nëse personi që nuk merret ka një masë muskulare më të ulët do shtojë në peshë, do ruan në mënyrë konstante rritjen e peshë, ai që ka një masë muskulare më të madhe ka një reagim krejt të ndryshëm nga i pare. Në fakt po ndiqja një studim mjaft interesant i cili fokusohej tek dy lloje kam përshtypjen stereotipizimesh për sa i përket popullit, që thotë që aktiviteti me ritëm të ulët djeg dhjam dhe aktiviteti me ritëm të lartë djeg sheqer. Dhe praktikisht shumë nga ata që i përkasin industrisë fitness i thonë që
duhet të bësh aktivitet nëse do të biesh në peshë, aktivitet I cili djeg dhjam nëse do të humbasësh dhjam. Në fakt studimi e hidhte komplet poshtë këtë lloj përqasje, sepse praktikisht është që sasia kalorike e cila mund të shpenzosh ndërmjet aktivitetit fizik është I papërfillshëm në raport me atë që ti harxhon vetëm si basic metabolic rate, domethënë çfarë harxhon ti për të mbijetuar gjatë ditës. Pra mund të jetë diçka tek 10%, 15% maksimumi. TDE-ja që thamë që është ai surplusi mbi BMR-n. Po, dhe thoshte që pa çka se ti mund ndjekësh një lloj stërvitje e cila mund të përdori sheqerin, pra mund mos përdori dhjam për energji. Zakonisht këto lloj stërvitjesh kanë një efekt më të fortë në mënyrën se si ti djeg energji gjatë ditës se sa low intensity, pra stërvitja me intensitet të ulët. Pra ti mund të djegësh për momentin sheqer, por gjatë ditës ti djeg më shumë. Është shumë e vërtetë që stërvitjet me intensitet të lartë kanë këtë efektin post. Kanë efektin post e cila ruhet për 24 orë, ndoshta edhe më tepër, por për 24 orë është e sigurt që ruhet. Për këtë mund të bësh edhe këto provat që unë të thashë, kjo reflekton direkt në nivelin e glicemisë. Në qoftë se një aktivitet fizik I fortë fillimisht jep një rritje të glicemisë, sepse është mobilizimi I glukozës për nevoja energjetike të momentit, më pas do japi një rënje stabil të glicemisë për gjatë gjithë kësaj periudhe deri në seancën tjetër stërvitore. Kurse aktiviteti aerobik ka këtë efekt që e ul gliceminë në mënyrë imediate aty për aty. E kupton? Pastaj efektin post nuk e ka të shtrirë. Pra le të themi që është tërësisht, mund të themi që është tërësisht e keq kuptuar. Po sigurisht. Niveli ose sasia e kalorive të djegura në një seancë stërvitore ka pak rëndësi në raport me çfarë do arrish të prodhosh gjatë ditës në nivel djegje kalorish. Një gjë që mund të jetë 20 minuta dhe super intensive, edhe pse mund të kesh shpenzuar 150 kalori, sipas shumë persona kanë orë në duart e tyre dhe thonë 150 kalori s'është asgjë. Mos harrojmë edhe një gjë tjetër, që interesi më I madh është në rritjen dhe në ruajtjen dhe në rritjen e masës muskulare, që një aktivitet aerobik mund të realizojë gjë të tillë. Ne na duhet stërvitja me peshë, stërvitja pra se një seancë stërvitja e forcës na duhet pikërisht për këtë arsye, për të ruajtur dhe për të zhvilluar masën muskulare që na shërben si një element shumë I rëndësishëm për të ardhmen, për ruajtjen e shëndetit metabolik në të ardhmen, duke qenë se muskuli është një ndihmon metabolik që ekziston. Shikoj shumë njerëz, përfshi dhe mua, po jam I sigurt që edhe shumë njerëz tjerë sepse di dhe I njoh, kur shkojnë në një seancë stërvitore janë të obsesionuar që të masin totalin e kalorive të shpenzuara nga ajo seancë stërvitore. Dhe unë kam qenë I pari që kur shikoja çfarë sasi kalorish digja nga 40 minuta, po themi punim me peshë, thoshja nuk është mjaftueshëm. Kështu që I fusja edhe 50 minuta vrap, sepse nuk është aty për atyshme djegja ruhet dhe mund ka amplituda, të cilat edhe mund të përforcohet djegja gjatë ditës në varësi të aktiviteteve të tjera që ti kryen. Pra ti me 200 kalori në djegje në një seancë stërvitore mund të djegësh edhe 500 të tjera gjatë ditës duke rikuperuar, duke ndërtuar, duke qenë në një metabolic rate më të lartë, po themi. Shumë interesante. Interesante është që ti kthehemi asaj pak më parë në lidhje me makronutrientët dhe në lidhje me mënyrën se si kalorazhi, do të thonë kjo nevoja e ndërtimit të kalorazhit, ndërtimit të deficitit kalorive dhe surplusit kalorive ka lidhur kryesisht me dietat me karbohidrate të larta, që dietat me karbohidrate të larta ne quajmë dietat cilat përmbajnë mbi 50% karbohidrate, 50-55% karbohidrate dhe pjesa tjetër e ndarë midis proteinave dhe yndyrna. Pikërisht për këtë arsye, për shkak të efektit biologjik që karbohidratet kanë në organizëm, kurse një strategji ushqimore e bazuar te yndyrnat dhe proteinat e ka pothuajse të panevojshme matjen e kalorive, nuk ka nevojë fare të matim kalorit, ti mund të hash diçka më tepër dhe të sigurosh po të njëjtin të kesh po të njëjtin objektiv dhe të realizosh atë objektiv në mënyrë më të mirë të mundshme dhe me një sasi më të madhe kalorish. Më tepër është ndjesia e ngopjes dhe disa objektiva minimale që ti ke saktuar në dietë. Bie fjala nëse bëhet fjalë për proteinat, kemi saktuar një nivel të saktuar proteinash, sa gram proteina për kilogram presh do marrësh. Qartë. Dhe çdo gjë tjetër plus nuk është se shkakton një dramë të madhe të themi në lidhje me peshën, siç mund të shkaktonte një dietë me karbohidrate. Ti duhet të jesh shumë I kujdesshëm me kalorazhin, sepse ndryshe ka problem.
Pra, me sa po kuptoj është e rëndësishme shumë lloji ushqimit që ha më shumë se sa numërimi i kalorive dhe është shumë e rëndësishme për shembull 100 kalori mish viçi me brokoli dhe 100 kalori një ku ta diun makarona me croissant, ku ta diun. Të dyja 100 kalori, por efekti i tyre në organizëm është krejtësisht i ndryshëm. Absolutisht. Kjo është diçka për të ilustruar. Në aspektin në fakt, të gjitha eksperiencat personale që kam me njerëz të cilët kanë ulur sasinë e karbohidrateve, janë fokusuar tek ushqime të plota, të pastra, të papërpunuara me bazë së shumti mishin dhe perime, duke eliminuar bukën, duke eliminuar makarona, duke eliminuar ëmbëlsirat. Të gjithë pa diskutim, nuk ka asnjërin që nuk ka humbur pesh, dhe këtu nuk po flas për grupe njerëzish që kanë ndjekur dieta strikte të matura me kalori nga nutricionistë të tjerë me radhë. Po flas për grupe njerëzish që thjesht është krejtësisht han ushqim natyralisht dhe thjesht bien në pesh. Dhe nuk është restriktive, kjo po se heq do të bukën o doktor thotë. Kjo mënyrë ngrënie nuk është restriktive. Heq do të bukën djalsi. Në qoftë se konsiderohet restriktive, mos ngrënia e ushqimeve të procesuara është çik se jemi pjesë e një kulture tillë. Atëherë le të jetë restriktive, po është një restriksion psikologjik më tepër, socio-psikologjik më tepër, se sa restriksion nutricional, fiziologjik që ty dhe përkundrazi të gjëra të mira ke për kësaj, për këtij lloji restriksioni. Sepse shumë përdorin fjalën restriksion. Kur bëhet fjalë për heqjen e dritrave, për heqjen e karbohidrateve, për shumë restriktive. Është restriktive në këtë sens që thua ti, socio-psikologjik. Në këtë sens është. Dhe është e tillë kultura jonë në fakt që të vegjël fëmijët tani mësojmë drejt shijeve dhe ushqimeve të caktuara. Domethënë gjyshi do t'i blej një lëng frutash që është çfarë është e dim shumë mirë. Dhe di çfarë kur është përse ekziston gjithë ky problem, problemi është problemi i apasionimit. Ti nëse fillon edhe ha në këtë mënyrë të tillë, ka substancë, po varësi, ushqimet karbohidrative, veçanërisht drithrat, kanë një aftësi që kanë disa substanca që veprojnë receptorët opioid dhe japin një lloj kënaqësie, siç japin edhe drogat. Kupton, ti krijon varësi për këtyre ushqimeve. Dhe ti domethënë në shumicën e rasteve marrja e ushqimeve të tilla është më tepër për të arritur atë nivel kënaqësie që ke patur më parë. Dhe në momentin që ti je shkoput këtë lloj varësie, atëherë ti nuk ke më lidhje me edhe ai restriksioni psiqik është i tejkaluar. Dhe sa e vështirë është ama që ta ndjekësh një dietë të tillë në një shoqëri e cila është ndërtuar. Është vështirë ta thyesh, pastaj për ta mbajtur mendoj që është më pak e vështirë. E mo haje një herë, e po haje një, e po thye edhe ti, a mos e lë nam, është imponim shoqëror. Po haje një ëmbëlsirë se s'do jetojmë 100 vjet, po merre një kështu, po pra është, mendoj është. Dhe ti bie që mund të kesh 2-3 evente në javë të tilla për shembull. Po aq mjafton. Mjafton ta gosh. Un kur isha në Borsh në verë dhe kisha shumë njerëz që më vizitonin, ishin kushurin që na merrte mall, dhe ishin të mallëngjyer. Nëse do pija dhe do haja, se si ata pretendonin se duhet ta haja një herë, se pasi kaq kohësh jemi takuar thye një herë, unë i bie që çdo ditë të verës ta thye nga një herë me gjitha. Pra, në këtë sens është restriktive për të jetuar sipas ritmeve të gabuara që ka imponuar shoqëria. Kurse në kuadrin e përfitimeve shëndetësore absolutisht nuk është restriktive, është mënyra se si jemi projektuar që të jetojmë. A flasim pak për mikrobiomën, që është një, mendoj se mund të jetë kryefjala e avancimit shkencor mbi kuptimin e trupit të njeriu, jo vetëm në sensin nutritiv, por në sensin e funksionimit të tij mund të jetë kryefjala, sidomos në ato që përmendë pak më parë, lifespan, pra jetëgjatësi, mirëqenie, të gjithë po i mëshojnë që nga neuroshkencëtar deri në nutricionistë, deri në preparator atletik, të gjithë po thonë mikrobioma. Kjo është kryefjala, këtu duhet të ndryrim. Dhe që mënyrat moderne të jetesës po bëjnë të pamundurën për ta shkatruar mikrobiomin, duke filluar nga strategjitë ushqimore deri te medikamentet e ndryshme që merren, për shembull antibiotikët që jepen në mënyrë tepër të lëshuar. A themi një herë çfarë është mikrobioma për dikës? Mund ta them nga praktika ime, nga përvojja ime këtë. Në çfarë shoh unë në praktikën time mjekësore. Në Shqipëri, në praktikën time mjekësore,
Mikrobioma nuk është gjë tjetër veç se tërësia e mikroorganizmave që jetojnë ose bashkëjetojnë me ne në lëkurë, në traktin digestiv, në kavitetin e gojës, në pjesën e simit të aparatit respirator, gjithandej në organizëm. Është tërësia e baktereve, viruseve, kërpudhave të tjerë që të thëna kështu duken të frikshme, por janë saprofit, janë si të thuash bashkëpunëtarët tanë të cilët na ndihmojnë në proceset e ndryshme metabolike, fiziologjike e tjerë. Të mendosh njeriu ka rreth 100 trilion mikroorganizma mesatarisht, domethënë është një sasi dhe është një popullat gjallësash e cila nuk është kështu inaktive, nuk është e kot, nuk është rastësisht, nuk ndodhet rastësisht tek ne. Ka një efekt jashtëzakonshëm në shëndetin në përgjithësi. E tham dhe më parë që mikrobioma për shembull ndikon në uljen e kalorive të cilat përthithen nga organizmi, duke na siguruar një ruajtje të peshës dhe një mikrobiome shëndetshme ruan një nivel të mirë të sensitivitetit ndaj insulinës, një funksionim të mirë të insulinës, një ruajtje të inflamacionit në nivele të kënaqshme dhe në ruajtjen e peshës. Në të kundërt disbioza, që është shkatrimi i florës mikrobiologjike, bën të kundërtën e kësaj, jep një rezistencë ndaj insulinës, shtim të inflamacionit dhe rritje në peshë. Ti mund të rritesh në peshë për shkak të një çrregullimi drastik të mikrobiomës dhe mund ta lidhësh me shumë faktorë të tjerë dhe nuk e di fare që e ke për kësaj. Nga ana tjetër, mikrobioma luan një rol shumë të rëndësishëm edhe në nivelin hormonal. Në nivelin hormonal merr pjesë në metabolizimin, në prodhimin e metabolizimin e insulinës, si tham, po dhe grelinës, leptinës, kortizolit, në ciklet hormonale, në sindromin premenstrual tek femra, në fertilitetin, ka një rol të jashtëzakonshëm në nivelin hormonal. Nga ana tjetër ekziston edhe një lidhje e mikrobiomës gastrointestinale me trurin, është ai që quhet gut-brain axis, aksi zor-tru, e cila mban në kontroll inflamacionin e sistemit nervor qendror. Është një gjë shumë e madhe kjo. Nga ana tjetër luan një rol të rëndësishëm në mënyrën se si funksionon serotonina dhe dopamina, në mbajtjen e kontrollit të ankthit dhe depresionit. Aq sa ka dhe studime sot që flasin për rolin e fuqishëm të përdorimit të suplementeve prebiotik dhe probiotik në kurimin e depresionit. Ka studime të këtij lloji këto dëshmojnë për rëndësinë shumë të madhe të mikrobiomës. Ka shkencëtar që betohen që depresioni klinik nuk është asgjë më shumë se çrregullimi i mikrobiomës. Nga ana tjetër, sintetizohen shumë vitamina nga mikrobioma, si për shembull vitamina B12, që është një nga vitaminat më të rëndësishme në organizëm, folatet, vitamina K, shumë të rëndësishme, që sintetizohen nga mikrobioma. Gjithë problemi është që ne si ta mbajmë në ekuilibër dhe si ta favorizojmë këtë florë mikrobiale. Si? Kjo është pyetja. Atëherë përdorimi i prebiotikëve dhe probiotikëve. E para një herë aktiviteti fizik është njëshi si në çdo probleme të tjera që kemi shqyrtuar më parë dhe shqyrtojmë më pas, aktiviteti fizik luan një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e një mikrobiome të shëndetshme. Gjumi, që kemi thënë, një gjumi mirë, ato janë të përgjithshmet, një gjumi mirë. Si ta kuptojmë nëse mikrobioma jon nuk është aty ku duhet? Ka ndonjë mënyrë pse është shumë komplekse? Flasim herë për këto heqje ushqimeve të përpunuara, sheqerit e tjerë, zakonet e këqija, alkoolit, duhanit. Flasim për këto, ndërsa nxitja e mikrobiomës është dallimi midis prebiotikëve dhe probiotikëve është ky që prebiotikët janë substanca që ndodhen në ushqime, si për shembull perimet, frutat, të cilat e ushqejnë, sepse janë disa fibra të cilat e ushqejnë mikrobiomën dhe të cilat organizmi nuk arrin të tresi dot. Pikërisht mikrobioma i merr dhe i përpunon ato. Dhe probiotikët që janë mikroorganizma të cilat inokulohen në mënyrë të drejtë për drejtë, që ndodhen në ushqime të tilla si kefiri, jogurt, ushqimet e fermentuara në tërësi. Këto turshit, kombushka e tjera, ushqimet e fermentuara, po. Dhe që rrisin në nivelin e... Po që mund të merren në farmaci për probiotik ose prebiotik natyral si suplementim. Nuk ka pse nëse ke një dietë ekuilibruar. Absolutisht, për ata që dhe nga ana tjetër një rol të mërësisht negativ në shkatrimin e florës bakteriale luajnë ato që thamë sipër antibiotikët, përdorimi pa kriteri antibiotikëve. Për shembull, unë shikoj që përdoren antibiotikë të linjave të treta, si për shembull ceftriaksoni që është një cefalosporin gjenatës tretë, si ka një efekt shumë të fuqishëm antibiotik antimikrobial dhe që rezervohet në smur rënd, i jepet në smur ambulator në shtëpi, për një grip të thjeshtë. Një person me grip të thjeshtë që mund ta kaloj pa asnjë lloj medikamenti.
pas një medikament detyrohet të marrë një antibiotik gjeneratës tretë. E kupton se çdo thotë kjo në nivel përgjithshëm popullate, sepse kjo nuk është se ndodh te 1, 2, 3 veta, por është diçka masive. Doktor, këtu po marrin antibiotik duke dëgjuar komshia. Merre se çuni timi bëri mirë, merre ja jepi vetë. Antibiotikët shkatrojnë këtë florë saprofite, mikrobakterësh, por bëjnë një gjë tjetër, prishin balancën midis grupeve të ndryshme të baktereve. Luftojnë, domethënë, kuptojmë një gjë që bakteret qëndrojnë në ekuilibër me njëra tjetrën, duke luftuar njëra tjetrën dhe duke ruajtur atë, duke bërë që asnjë të mos dominojë ndaj tjetrës. Ti nëse lufton në mënyrë të padrejtë një klasë bakteresh, e dobëson atë dhe ngre një klasë tjetër bakteresh, duke krijuar mundësi për zhvillimin e një patologjie infeksioze. Domethënë, jo vetëm që antibiotikët në këtë aspekt nuk sillen asnjë gjë pozitive, por javin shumë është interesante në fakt për mikrobiomën. Kam dëgjuar që mënyra se si përcaktohet, kështu është në fakt. Mënyra se si përcaktohet mikrobioma e çdo individi është drejt për drejt kontakt me nënën e tij në momentin e gjithëdhënies, sidomos, prandaj gjithëdhënia sugjerohet jashtëzakonisht shumë që foshnjat krijojnë një mikrobiom të shpejtë. Ushqime sintetike, absolutisht. Jo heqja nga gjiri dhe përdorimi i këtyre qumshtave sintetik. Përveç përfitimeve të shumta që ka gjithëdhënia, njëra është përcaktimi shumë i mirë i mikrobiomës së saj, pra krijon dhënia e këtyre. Përveç faktit që formon dhe noflën siç duhet thithja e gjirit nënës se ka përfitime të pafundme, është dhe kjo përcaktimi i mikrobiomës. Dhe Hubermani sidomos thotë që kategoritë caktuar njerëzish në raport me nënën që kanë, ku ka jetuar nëna e tyre, si zhvilluar nëna e tyre, çfarë diete ka pas, çfarë endoflore ka, çfarë bakteresh ka formuar. Mbi këtë bazë duhet dhe përgjithsisht të zhvillohen edhe dietat e popujve. Pra ne jemi evoluar. Dhe përmirësimi gjenetik kështu vjen, domethënë nga brezi në brez, kështu. Është interesante. Kështu transmetohet. Është interesante, ne diskutuam në fakt dhe ishte artikull shumë interesant që tashmë po studiohet mikrobioma. Dhe është vërejtur që një kategori atletësh kanë disa baktere më të aktivizuar ose në numër më të madh se disa njerëz të cilët nuk bëjnë sport. Kjo në lidhje me një transplant. Edhe është transplanti që bëhet. Pra merret nga atlet. Po ta thënë në gjuhën shqipe, merret jashtëqitja e këtyre atletëve dhe bëhet një transplant në zorrën e njerëzve që janë inaktiv. Kjo rrit ose çrregullon. Kjo hyn në grupin atyre probiotikëve që thamë. Po, dhe ishte vërejtur që tek këta njerëz kishte automatikisht një tolerancë më të lartë ndaj aktivitetit fizik, kishte një djegje shumë të shpejtë të ushqimit që merrnin dhe kishte një përthithje shumë të shpejtë të acidit laktik. Pra, rikuperonin shumë shpejt dhe tani janë në fazë diskutimi që mund të konsiderohet doping ndërhyrja në mikrobiom. Në këtë aspekt doping mund të. Jo, doping është, po konsiderohet që tek atletët elitarë të bëhet nuk e ka atë zotësi, jep zotësinë e individit tjetër, është pak. Është doping natyral? Po, sigurisht. Doping natyral. Dhe është shumë e vështirë për tu kapur dhe tani po shikojnë se si të aktivizojnë artificialisht një grup bakteresh të caktuara në mënyrë që ato të rriten, në mënyrë që të lejojnë atletëve të niveleve të larta për të bërë diferencën e gjysmë sekondit, kupton? Se gjysmë sekundi mjafton për të marrë medaljen e artë. Gjithsesi, thënë gjitha kjo, besoj se mikrobioma është shumë e rëndësishme dhe do donte një temë të tërë. Mendoj që të rikthehemi në nivel pak më të avancuar. Mendoj që për gjitha këto tema që diskutuam, ne do rikthehemi në formë më të. Po, sigurisht secila meriton një puntat në vete. Po, duke dhënë disa informacione pak më të hollësishme dhe duke folur edhe për metodologjitë caktuara të mënyrës aplikimit, ose tek e fundit, nëse flet në mënyrë teorikisht, pa kaluar në një nivel zbatimi, atëherë ngelet kështu teori per se. Atëherë sigurisht për të thënë pak njerëz, sigurisht ne e tham që prebiotik dhe probiotik dhe një dietë e balancuar me ushqime të plota të papërpunuara dhe aktiviteti fizik janë hapat e para të cilat mund të ndërmerren. Shkojmë tek një fushë tjetër e cila së bashku me mikrobiomën mendoj se kanë ecur paralelisht paktën 10 vitet e fundit, diskutohet dhe tashmë shikojmë edhe në nivel rangu krye shqiptare, le të themi, domethënë
është përhapur aq shumë sa që tashmë përdorin gati të gjithë fasting, pra nëse mund ta themi shqip, agjerimi periodik. Dhe këto duken si shpikje të jetës moderne, por këto janë të përjetshme dhe aq lashta sa domethënë kur folëm për dietën po paleo është e kombinuar në fakt me fasting. Njerëzit nuk kanë qenë, dhe kur tham që njeriu nuk është një qenie e programuar për të ngrënë në mënyrë të pandalshme, me orare dhe në mënyrë të pandalshme, do të them që ka patur periudha të gjata argjërimi, periudha, por ne mund ta zbatojmë agjërimin në atë formë e cila na përshtatet, nuk është të thënë që të bëjmë periudha të gjata siç, por mund të gjejmë formën e duhur të agjërimit. Për shembull, për personat të cilët kryen aktivitet fizik, unë do rekomandoja një agjërim afat shkurtër në mënyrë, për shembull 16 teta është një formë krejtësisht mjafton mos hash një vakt. Po, është krejtësisht që mund të mbahet në mënyrë më të mundshme. Domethënë kjo konsiston atë që 16 orë duhet të rish pa ngrënë dhe një dritare për 8 orësh duhet të ushqesh. Mund të organizosh 3 vakte brenda kësaj dritaret për 8 orësh. Kur themi pa ngrënë ti themi gjithë njerëzve pa ngrënë. Asnjë gjë pa ngrënë. Asnjë gjë që jo po çanga një karamele ose një moll. Asnjë gjë që mund. Vetëm kafe, çaj pa sheqer, ujë. Këto janë ato gjërat që mund të hash ose konsumosh ose. Është agjërimi një ditor që mund të rish një ditë pa ngrënë, bie fjalën një javë. Është ajo 5-2-shi tjetër që është 5 ditë. 2 ditë, jo, 5 ditë po. Agjërim 3 ditor. Që është pak më i thellë dhe në procesin e apoptozës, në procesin e autofagjisë ky të shtyn pak më thellë dhe konsiderohet pak më i thellë në pastrimin e qelizave që kanë humbur funksionin e tyre, të themi, qelizave kanceroze që mund të jenë formuar në rrugë sipër, të proceseve toksinave, të proceseve të produkteve të ndryshme, të cilat janë formuar nga proceset fiziologjike. Nëse do të listoje shpejt Altin për njerëzit, çfarë janë përfitimet? Edhe 7 ditor që është akoma dhe më i thellë dhe është pak kuptohet dhe më i vështirë. Më i vështirë dhe edhe pse mund të ketë benefite në kthyrjen mbrapsht ose rregullimin e disa problemeve degenerative që mund të ketë nivel qelizor, nga ana tjetër ka disa mangësi aq më tepër kur bëhet fjalë për masën muskulare. 7 ditë pa ushqyer fare është siguri do mbasësh një tonus shumë të mirë muskular. Ti ke bërë agjërim 3 ditor? Po. 3 ditor, dhe çfarë ke konstatuar? Po asgjë që është e prekshme. Jo, në aspektin kuptohet. Humba në aspektin goxha masë muskulare, besoj. Të njëjtën gjë thotë edhe Peter Atia, i cili ka provuar agjërim 7 ditor, në mos gaboj. Disa herë ka bërë praktik. Dhe ai nuk e përkra një lloj të tillë, një formë të tillë agjërimi. Unë mendoj agjërimi 3 ditor sipër do ishte i tepërt, por edhe 3 ditor persona të cilët merren me aktivitet fizik do ishte i tepërt, ndërkohë që ti mund të arrish përfitimet e ngjashme me metodat e tjera të agjërimit, duke ruajtur masën muskulare. Sidomos për persona që kalojnë një moshë saktuar, mbas 40 vjeç do të mendoja unë, do të ishte vështirë që të bënin forma të gjata agjërimi dhe të rifitonin masë muskulare të humbur më pas. Dhe dizavantazhet e marra këtu në raport me përfitimet janë në një raport të zhdrejtë. Unë do rekomandoja më tepër agjërimin 16-8, një ditë agjërim të themi në mënyrë okazionale dhe fast mimicking diet. Do të thonë dieta që imiton agjërimin. Kjo lloj në periudhat e para të bodybuilding ka qenë shumë e aplikuar. Dhe si ku konsiston kjo? Kjo konsiston në një agjërim 7 ditor ku ditën e parë dhe të dytë përdoren kalorazhi është 1000 dhe rrotull 1000 të themi, dhe nga dita e dytë deri ditën e 7, 5 ditë të tjera të themi, kalorazhi është 750 dhe konsiston në heqjen e proteinave, domethënë përdorimin e një regjimi ushqimor pa proteina shtatëzore, pa karbohidrate, me karbohidrate të pakta dhe me yndyrna pak më të larta, por të gjitha këto janë bimore, shmangen yndyrna shtatëzore dhe për një arsye tjetër që do ta përmendim. Dhe kjo është një mënyrë që e bërë, rekomandohet të bëhet një herë në 3-4 muaj,
ka shumë efekte pozitive. Pra një javë, 2 ditë e para 1000 kalori, 5 ditë e tjera 500 deri në 700 kalori dhe bazë bimore. Dhe ne mund të ndërtojmë edhe një paketë ushqimore të bazuar te kjo, një paketë ushqimore që të jetë e gatshëm për ata që duan ta përdoren dhe duan ta provojnë si strategji. Sigurisht mund ta gjeni te Flex Kitchen. Kjo ndikon edhe te personat që kanë patologji të ndryshme në mbajtjen e kontroll të reversimin e tyre, por edhe ata që duan të ruajnë nivelin e shëndetit që kanë aktual. Është shumë dhe merren përfitime të ngjashme me agjërimin e zgjatur. Ky është avantazhi që sigurohet për kësaj. Okej. Është një premtim goxha serioz, po ta marrësh. Fast mimicking diet është një përqasje e cila këto 2 vitet e fundit po merr një hof shumë të madh. Në fakt ka shumë figura shkencore të respektuara që po e promovojnë dhe me benefite të njëjta si fasting. Është e provuar. Dhe është më lehtë për të mbajtur. Domethënë gjithë ideja është po gjenden mënyra për të siguruar këtë mos humbjen e masës muskulare, por edhe për të bërë një mënyrë e cila mund të realizohet, se ka shumë njerëz që nuk mund ta realizojnë dot atë mënyrën tjetër të fasting. Po të humbasësh përfitimet e saj. Të humbasësh 2 kg muskul në një javë është shumë e vështirë për ti rindërtuar ato muskuj. Do shumë përpjekje. Ideja është se pse duhet fasting? Pse duhet fasting? Kush është arsyeja madhore që duhet për të cilën ne pse duhet të bëjmë fasting? E para një herë këto arsyet që ne kemi përmendur disa herë, që është kjo e mbajtjes insulinës në nivele normale. Mbajtjen e gliseminës në nivele të ulta, rrjedhimisht edhe rritjen e sensitivitetit ndaj insulinës. Në ruajtjen e një mukoze bronkiale, si të thuash në rikuperimin e mukozës bronkiale, e cila dëmtohet nga ushqime të ndryshme, nga antinutrientë të ndryshëm dhe krijohet ai sindromi ai leaky gut syndrome, sindromi i rrjedhjes mukozale, ku qelizat e mukozës gastrointestinale që dim janë qelizat cilat qëndrojnë ngushësisht lidhura me njëra tjetrën, kur ato për shkaqe të ndryshme nga toksina, ushqime, antinutrient hapen, lejojnë thithjen, kalimin e gjaktë të këtyre elementeve ushqimor, dhe kjo është një nga bazat e shfaqjes shumë sëmundjeve midis tyre dhe atyre autoimune. Për shkak të inflamacionit. Po. Por arsyeja më e rëndësishme është balanca midis anabolizmit edhe katabolizmit. Domethënë organizmi njerëzor është i ndërtuar në mënyrë të tillë që anabolizmi të jetë i gërshëtuar me katabolizmin. Domethënë nuk mund të jemi gjithmonë në fazë anabolike, në fazë ndërtimore, por duhet të jemi edhe në fazë katabolike, e cila presupozon edhe largimin e të gjitha produkteve të metabolizmit, produkteve dëmshme të metabolizmit. Janë në farë mënyrë ato plerat, plerat e shtëpisë që duhen çfarë do ndodhte nëse shtëpia do mbushej vazhdimisht me plera dhe nuk do largoheshin. Një organizëm i cili nuk zhvillon autofagin në periudha intermitente, një organizëm i tillë do të vdiste ose do të smurë në rastin më deri në vdekje eventualisht. Po, kështu që autofagia duhet nxitur në periudha intermitente. Është ajo që kemi folur edhe më parë, është ai sistemi proteino-enzimatik që ndodhet në gjitha qelitë, në gjitha qeniet faktikisht në natyrë, që është mammalian target of rapamycin, e cila është si term është modifikuar në mechanistic target of rapamycin, që është një sistem i cili ose mundet nxitet ose mund të frenohet. Në periudhat saktuara ne na intereson nxitja e tij. Për shembull, në periudhat që ne duhet të zhvillojmë masë muskulare dhe kemi një dietë me shumë aminoacide, të cilat e nxisin atë, dhe me disa vakte ditore. Por në periudhat saktuara të tjera ne duam ta frenojmë atë pikërisht për të bërë këtë procesin e pastrimit. E qartë. Më kupton? Por duhet të gjejmë atë strategji që të ndërthurin të dy ato procese pa humbur masë muskulare. Pra, kjo është shkenca këtu që ndron. Deri këtu jemi Altin, karbohidrate të ulta, ushqimet plota, mish, yndyr, vezë, por edhe fiber deri në sasi të jo të egzageruar. Dhe krahas kësaj hapësira kohore ku ne nuk ushqehemi, pikërisht për të bërë këtë. Është po aq e rëndësishme sa hapësira kohore, Pra, se çfarë ham është po aq e rëndësishme se kur e ham, ose sa gjatë qëndrojmë pa ngrënë. Dritarja e fasting është po aq e rëndësishme sa dritarja anabolike, Sa pak e vlerësuar ka qenë në gjithë këto vite. Balanca e të dyja. Sa pak e vlerësuar ka qenë Altin në gjithë këto vite fasting, dhe sa kritik kanë qenë, sidomos në eksperiencën time në Shqipëri, mjekët kur i thoja para 7 ose 8 vitesh që nisa ta bëja këtë gjë.
që njeriu duhet hajë 3-4 vakte në ditë e çike këto muhabete, aq më tepër kur I thash që edhe prindrit e mi kanë filluar ta bëjnë. Të lutem djali tha ruaj. Një nga këto ekspertët e jetëgjatësisë, David Sinclair, jeton me një vakt. Pothuajse po jeton me një dietë fast-mimicking diet përgjithsisht. Mua nuk më pëlqen teoritë e tij, po ai është po disa vite që jeton gati vegan dhe ha një herë në ditë. Ndërsa Peter Atia, për shembull, është low carb. Peter Atia është kjo që low carb që varion këto me nivelin e karbohidrateve, me këtë fasting që tham, është nivel jashtëzakonshëm performance. Këta janë njerëz që po përmendim, njëri është një baballarët e genetikës në Harvard tani, David Sinclair. Peter Atia ka një nga klinikat më të mira mbas edhe klinikën më të rëndësishme të jetës. 2 milion ndjekës, në mos gaboj. Po, sigurisht janë të jashtëzakonshëm. Mirë, ta bëjmë çik më praktik Altin. Që të na shikojnë dhe njerëzit dhe thonë tani mirë gjitha këto që na the për shembull, po mund na e lehtësosh pak. Kam një si tip quizi për ty. Dua që të më thuash notën nga 1 te 10 për ushqimet të cilat janë pjesë e dietës që kemi ne këtu në Shqipëri. Për shembull, byrek me spinaq, Olsi e ka qef. Çfarë note jep nga 1 te 10? Tash notat janë me bazë vlerat ushqyese që ka. Po. Se shija nuk diskutohet që është 11. Nëse bazohemi te vlerat ushqyese dhe domethënë ka dy parametra, bazohemi te vlerat ushqyese, bazohemi te vlerat këto që tham socio-psikologjike, të shijes në kuptimin në qofse do flasim në këtë jo vetëm unë do thosha në kuptimin një balans me dyjave skallën, në kuptimin nutritiv. Nëse lejon komentet, pastaj është tjetër problem. Nëse të japin notë kështu a priori, do thosha diku te 3 ose 4. 3? Po, 3. Byreku me çka ka? Byreku me spinaq, çik pet, jo, është prej karbohidrateve, prej pites. Prej drithit, jo karbohidratë, spinaçi do kishte një gjë të keqe, po drithit. Po për prej drithave. Nuk jam shumë nuk jetë drithave. Mirë, tafkosi. Tafkosi midis 9 dhe 10 patjetër, po varet. E vjen në 10 tafkosi. Po patjetër. Tafkosi jep drejtim Olso. Ferges Tirana. Ti di çka ka ajo? Domate, spec. Po. Gjiz. Po. Mish. Po. Në 10? 10 Ferges i Tiranës, ku ka si Tirana. 10. Specat mbushura. Specat mbushura. Varet me çaj mbushur. Po shiko, ka dy. Ka ose me oris që bëhet zakonisht se ne skemi, dhe ose vetëm me mish. Nëse është vetëm me mish, kuptohet do ta mbaja diku te 9-a, 10-a, nëse është ky varianti tjetër të 3-4. 3-4. Shndrojmë te e kuptuat logjikën e niveli byrekut. E kuptuat logjikën e Altinit tani. Po pati brum na ulte 3-4. Qoftë shtëpie të bëra pa atë lidhsin. Po si ta bësh pa lidh vetë që po sigurisht bëhet me qoftë vetëm me mish, nuk ka asnjë problemi. 10. Po patjetër. Japrak. Do thuash ti me çfarë është mbushje? Është ai lloji japrakut që kemi diskutuar që bëhet me mish me 10 pa diskutim. Ai që bëhet me mish të grirë. Me mish të grirë, me ndonjë mbushje tjetër nga këto perimet e kështu, është super, nuk diskutohet. Turli me mish. Tur 10? 10. Turli pa mish? Po pse? Pse pa mish? Po jo gjithë, shikoj, marrë edhe parasysh. Apo thuaj çfarë kam unë që s'ke mundësi. Po jo, nuk është problemi aty. Mendoj që realizohet në çdo lloj rrethane, realizohet me mish. Nuk ka ndonjë. A ka njerëz që san mish thua ti? Po pse? Po pra, po pse mos hash mishin domethënë? Po I dhim se të deli. Sepse nuk kanë mish për çfarë arsye, sepse alergji nuk besoj, se mishi nuk jep alergji. Jo, është nga më hipoalergjikët në botë. Po atëherë. Biles ata që kanë sëmundje autoimune, që të jemi të qartë. Shumë baza e ushqimit është mishi. Dhe për kësaj ndërtohet pastaj dieta, shtohen. Po, shihet çfarë nuk të bën keq. Çfarë intolerancë ke nga ushqimet e tjera. Okej. Po mi dakord. Petulla me mjalt? 0. Petullat me mjalt është shumë i mirë mëngjes. Fruktozë, glukozë plus shikoj që të kemi parasysh një gjë, kombinimi më katastrofik është karbohidrate dhe yndyrë. Është një kombinim i papranueshëm. Karbohidrate dhe yndyrë është një kombinim i papranueshëm. Dakor. Trileçe mos të pyes fare. Po, 0.
I mban bajaldi ose patlıgjane të mbushura. Të mira janë ato, të lutem. Na jep një notë kaluese. Po. Po me kim bëjnë ato, me çfarë i bësh imam bajaldin se 9 pra. 9 se kam pak rezerva në lidhje me patlıgjanin, po do i shpjegoj më vonë. Ke se është ndaj çetës. Po në lidhje me një farë autoimuniteti që mund të nxjisi një farë. Po jemi për shtatën e shqiptarët me ato. Po. Okej. Kukurec? 10. Pa diskutim. Sigurisht, e kuptuam. Tas kebab? Pa koment, 10. Po. Ja, mish qingji jemi 10. Me patate në furr. Kjo e ul pak nivelin. Si e për pataten? Ja. Si e për kombinim, ti si e për kombinimin shumë? Nivel fare i vogël patatesh, për t'i dhënë pak shije kështu. Po ne prandaj bëjmë mishin në furr që të ham patatet aty. Diku te teta mund të. Te teta bashkë me patatet. Po me oriz. Shumë mirë pak patate. Po me oriz. Pul me oriz. I ka të gjitha. Pul me oriz, betava ose me jufka ose me 4, nuk toleroj. Nuk na dha një 5 për t'ikim. Tani të them sultiash për shembull këto nuk as fakti që është me qumë është sultiashi çik më mirë se këto të tjerat, jo. Ja një pyetje nga orë. Grosh me pilaf. Pjatë klasike shqiptare, partneritet shqiptaro-kinez. Jo. Jo? Jo. Po të heqin pilafin vetëm groshi? Po, në sasirat kufizuara, po. Sasirat kufizuar quhen çfarë altin që të kuptojmë? Sasi fare vogël dhe rrallje shpesh. Do të thënë 2 pjata grosh që ham ne mesatarisht nuk bën? 3 herë në javë. Na hoqi groshin dhe ha dhe me gjysmë buke. Shkoj, gatuar në mënyrë qep. E gatuar në mënyrën e dur. Pra duhet ta prekim pak. Gatuar në mënyrën e dur, sepse nuk kemi folur për format e gatimit. Pra. Nëse flasim për format e gatimit, atëherë u arritim vlerën këtyre që ne mendojmë që kanë jo antinutrientë të tjera, se janë lektins që kanë këto në sasi. Po Dr. Gandri, që është një nga bilet që ka bërë disa libra, njëri prej tyre ka qenë bestseller, The Plant Paradox, paradoksi i perimeve, po i bimëve. Tha që pasi bëri këtë librin, kur vizitoi zonat Italisë, sidomos jugut të Italisë dhe në mesdhem tërësi, vuri re që kishin pjesë dietës tyre në mënyrë theksuar legumet. Por tha që ajo që nuk kisha marrë parasysh është tha që këta i gatuajnë në mënyrë tjetër. E para i lënë në ujë 24 orë, që është shumë e rëndësishme. Jo vetëm lënia në ujë 24 orë, po dhe ndrimi i ujit në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë permanente që ti të largosh, sepse çka kuptimi ka nëse ti i lën në ujë, dhe pastaj heq vetëm një herë, duhet ta shplash disa herë gjatë periudhës që ti i lën në ujë 24 orë. Dhe kujdes dhe temperatura e përdorur, mënyra e gatimit, kohë zgjatja e gatimit, duhen marrë instruksionet të qarta dhe të sakta në lidhje me gatimin e këtyre. Një nga mekanizmat më efektiv për të larguar antivlerat që mund të kenë legumet në tërësi është që të ziejnë në temperatura shumë të larta, sugjerohen tenxhere me presion. Është mekanizmi më i mirë thon për të larguar. Mirë, ballakume 0, tavë dheu me mëlçi 10. Tek peshku korani pjekur për shembull një ta. 10. Çfarë problemi do kishte? Flia 0. Pastiço. Të njëjtën notë që do merrte edhe byregu. Dakor. Ke ndonjë pjatë që do të pyesësh, Olsi? Që ke? Në një gjë tradicionale? Këto fasulet të këto i prek. I preku fasulet. Me fasulet preke shumë njerëz. Gjysma të keqes me fasulet, nuk gjysma të keqes. Dakor, pra i bie të ham mish me perim. Shikon, nëse ideja është që nëse ne kemi objektiv në lidhje me karbohidratet, është pak bamje, mashurka me mish. Po, sigurisht. Këto janë të mira. Okej. Do të thënë praktikisht që jemi të qartë. Ti thua të gjitha gjellërat që te legumet, ne mund të fokusohemi te legumet të cilët kanë më pak gjithmonë, duke u referuar nivelit karbohidrateve. Për shembull janë ato bizelet fare të vogla, bizelet fine, ato kanë një nivel shumë pak karbohidratesh, të cilat mund të inkorporohen shumë mirë në dietë me karbohidrate të ulta. S'është pa problem. Por edhe legumet të llojeve të tjera mund të inkorporohen pa problem, duke pasur parasysh sasinë gjithmonë. Mrekulli. Nuk e di, kemi dhe një pjesë tjetër që doja ta prekim shpejt e shpejt, pra pikërisht e përmendë mënyra e përgatitjes.
janë disa ushqime që nuk e dim a duhet të hanë gatuara apo të pagatuara. Për shembull, perimet si spinaçi, e perimet tjera, a është më mirë për shembull t'i konsumojmë të pagatuar apo të gatuar? Për spinaqin rekomandimet janë të gatuara, jo, është redukon pak të nivelin e oksalateve. Oksalatet janë antinutrientë që përmbajnë gjithë këto gjethet jeshile, të cilat çojnë në formimin e gurëve në vesh, kanë disa pasoja negative, plus që ndikojnë në keq absorbimin e shumë mineraleve. Kurse për sa i përket këtyre domateve, specave, kastravecit, këshillohet gjithmonë që lëkurat të zhvishen nga lëkura, aty ku janë të përqendruar antinutrientët, janë të lëkura dhe farat. Do të hequr lëkura dhe farat, domethënë duhet zhvishen nga lëkura dhe farat dhe të konsumohen në formë të tillë. Për shembull specat që po të përmendim specat, ai versioni i futjes në furr, për ato specat bell pepper, ato specat e kuq, heqin lëkurën, heqet dhe farat dhe marinimi i tyre pastaj bën të shkëlqyer. Është një super metodë gatimi. Kurse për perimet përgjithësi avulli është metoda më e mirë gatimit, gatimi me avull sepse prezervon vitaminat, mineralet. Po skuqja është e dëmshme. Po skuqja sigurisht, sepse krijon produkte toksike, por një skuqje e lehtë, e shpejtë, nuk do ishte deri diku e pranueshme. Do ishte deri diku. Kurse një skuqje më gjatë, sidomos me këto vajrat, është vaj deri përdor, po vaj ai fillon oksidimin kur arrin një temperaturë më pak mbase i dëmshëm se të tjerët, po sigurisht. Po duke përdor me një skuqje për një kohë të shkurtër do ishte i favorshëm, gjithsesi. Ndërsa për lloje të tjera të skuqjeve do të ishte mirë gjalpi kokosit, gjalpi i zakonshëm të them, do ishin perfekt për skuqje të llojeve të tjera, nuk e di. Edhe një gjë të fundit doja të prekja sepse supozohet se këtë podcast do ta bënim të fokusuar në 3 tema kryesore, pra ushqimi si një mjet për të përmirësuar jetën, ushqimi si një mjet për të rritur performancën dhe ushqimi si një mjet për të humbur peshë, por dihet që podcastet na shkasin. Dhe do të bëja vetëm një pyetje të fundit, për sa i përket tiganit, a është e vërtet ky miti apo është apo s'është mit? Baza e kuzhinës. Po pra. Pra i tham gjithë ato mirat ne po ku i gatuajmë. Një mjet i cili përdoret ka një përdorim të jashtëzakonshëm, ne e dim shumë mirë për faktin që merrem shumë me këtë punë. Non tiganat që janë në qarkullim janë këto me teflon. Këto lloj tiganësh kuptohet që janë toksik. Për faktin krijojnë çarje dhe produkte ndryshme toksike dalin edhe përzihen bashkë me ushqimet. Kuptohet që tiganat pastaj të aluminit dhe të barkut nuk e dia përdoren më të tilla, do ishin shumë të dëmshëm. Tiganat më pa problem që mund të përdoren dhe nuk kontaminojnë ushqimin janë tiganat e inoksit, tiganat për çeliku, dhe qeramik. Unë nuk e di a ka qeramik në qarkullim, tigan qeramike. Duhet të ketë, po unë apo jo, s'kam parë, ndoshta janë këto me veshje qeramike, po përsëri veshje qeramike në çfarë është e plastifikuar, nuk e di me çfarë metodash ndërtohet. Me inox. Si bëhet. Por tigan inoksi gjenden pa problem, mund të përdoren, pastrohen në mënyrë të shkëlqyer, pavarësisht se mund të krijojnë një gjitje, pa ato pastrohen në mënyrë të shkëlqyer, nuk lënë rezidui. Dhe tigane hekur nuk kam gjetur, faktikisht kam kërkuar, por nuk kam gjetur tigane çeliku. Inoksi po çeliku jo. Hekur është parë njërin ballsh i fundit, s'ka. Dhe përdorimi i enëve të qelçit, sidomos në formën e tavave për pjekje, do ishte shumë i favorshëm për të eliminuar të gjithë inoks ose qelç. Ose qelç, janë format më ekselente të përmendim edhe një gjë tjetër. Të mjeteve të gatimit. Edhe një gjë tjetër që janë të dëmshme, janë ushqimet të cilat janë konservuara në këto konservat të cilat për shkak të veshjes së brendshme që të gjitha konservat janë të dëmshme. Po, për shkak të veshjes së brendshme që lëshon ato mikroplastikën, ato produktet të cilët japin për gjithë ato serinë e problemeve që përmendëm më sipër, duke thënë këtë leaky gut syndrome, prekjen e mukozorëve të tjerë, shumë probleme. Çfarë janë që nga
peshku, që nga salca të ndryshme, domatesh, që nga legume që mund të futen. Që nuk janë të themi në një qelçi, ëh, sepse kemi vetëm qelç. Blini vetëm qelç, sepse studimet e fundit e Biles Supermani ishte me një zonjë e cila kishte nxjerrë disa studime të frikshme për sa i përket efekteve që prodhonin në organizëm, edhe pse pati një reagim dhe thanë që nuk do të ketë më me substanca të tilla, dhe thanë free, prapë zvendçuan me sa substanca të tjera që po dhe ato rezultuan që të ishin të dëmshme, kështu që praktikisht mundoni që të zgjidhni qelç kur vjen puna te konservat. Thënë gjitha kjo, nuk e di nëse ke diçka tjetër të shkurtër për shtuar. Sepse besoj se njerëzit duke na parë ka marrë uri tani. Po. Mirë, ne do falenderojmë Flexin i cili është gjithmonë aktiv. Mos mendoni fare, nisni stërvitjen që tani. Flexi ka super oferta për momentin dhe nëse kërkoni që të ndërtoni plane ushqimore, të përfitoni nga plane ushqimore të shëndetshme dhe të humbisni këto kilet e tepërta, por edhe të optimizoni shëndetin tuaj, Flex Kitchen mjafton të klikoni në Instagram i gjeni lehtësisht. Ne ju falenderojmë shumë. Faleminderit shumë Altin. Faleminderit gjitha. Shihemi në puntatën e radhës. Deri atëherë kalofshi bukur.